Vërshimet e janarit të kaluar kanë lënë pasoja të mëdha, sepse shumë familje mbetën pas strehim dhe u kthyen nga të varfër me streh në atë të pastreh. Në këtë histori është edhe familja e Xhafer Zyrhanit nga fshati Llaush të Skenderajt, ku ky burr, bashkë me bashkëshorten e tij, luftoi për të mbijetuar në ujin që ishte futur në oborin e tij. Të paguash të jesh i lumtur nuk ndodh asnjëherë, por i vetmi rast që brenda parave ka edhe gëzim, është kur këtu futet bamirësia. E në këtë gëzim është edhe kjo familje, ku shoqata Jetimat e Ballkanit, në krye me Halil Kastratin dhe Fondacioni Begjet Pacollit, japin lajmin më të mirë, se do bëhen me shtëpi të re. Emri juj? Xhafer Zyrhani. Xhafer sa antar? 5. 5. Njëherë shqyqër Zotit nuk është bo ma keq. Mos më kupë që ata... Lënë Zotit se bepa. Po. Lënë Zotit se bepa. Zotit ka lënë këta se bepa dhe jam shtu se... Neve përna një? Po, që... Në emër të Jetima Ballkanit edhe në emër të Begjet Pacollit, na këna arë me thonë që këna arë me ta bo shpijen. Shpija për të botë e re. Shumë faleminderit për juve, për gjithë, për kryetari, për aty që kanë të ri. Shumë faleminderit, nuk di çka më thonë mu. E na i këna bashku fondet edhe me i ndërtu që ato shpija që janë dëmtu edhe janë prish në vërshime, ty përhajt koftë. Inshallah do Zotit tash e mas mirë e ma mirë. Inshallah, faleminderit për juve, për kryetarit, për aty që më kanë të rjek, unë mo nuk di që ka çfarë komendet nuk kam. Shumë faleminderit për juve, shumë. Përhaj. Hajde bash, faleminderit, shumë faleminderit. Na po vazhdojmë të familja radhës, pa mirë Zotit formacionit. Shumë bukur. Faleminderoj Jetimat e Ballkanit, Begjet Pacollin, shpimat mirë nuk... Unë vetë shamujt me maru me pos lek. Shpimat mirë, se fati jam që i kom pos edhe donatori. Ma i rrezikun, s'po di unë i kom bo 60 vjetë diçka. Gjithë në këna pas vërshime, si jau, kur njëtë s'ka pas ujë. A pa prit mas, mi ka rëzu me zidë, me dovara, me krejt. Kjo kënë, që shtoj njështë normali e ka qenë. Tekni po dhe imprizore ka njëtë. Mos dvishin të komune Skenderajt më vjek, Amiri, Albani, Ibrahimi. Zakonisht e kanë qenë edhe djemë të mi, valla, jem kënë ka gjë problem. Nashta këni po vidën, që që kina qelë dyrë, të këni po të vidën. Najna konë shumë të rrezikun. Po unë jam kanë lindë për zdet, këmë lindë. Unë shoqen pak e kam me terapia alo, po jem të knoqën. Unë jem meth krejt, nuk di. Unë i falendroj 100.000 herë ata me Halile, me Begjet Pacollin këto. Unë zdi, pe mlefë, gëzime zdi shka bajtë, ma mirë zdi kur. Kur ma mirë se kumë pas këtë jetë. Kur njët se ku mendu që më vjenë kështu, edhe rregullohet aqë mirë për mu. Ma mirë mo, asë nuk di ku ka. Asë se ku mendu, asë që ku më prit. Unë e ku më prit veç jetën me kështu me dalë për këtujt, e mu që ka do, qëmi që zoti këtu për e një Halil Kastratin, Begjet Pacollin edhe juve, veç ajnë naltë. Pe vërshime nuk kam unë e frikë mo kur një teme, asë djallë, asë në qitu ku jene ju, se e kanë bo që nuk kisha dit as vetë me bo këtë punë. Ata kanë bo që shumë mire kanë bo. A bo nuk e ma mirë mo nuk kumë po kur njëtë. Shamujtën e
Donator më të fortë që këta që më kanë bo mu kërkosh, çfarë shtëpia më kanë bo.